Nuk kam konflikte me askënd. Me këto fjalë ka nisur dëshminë e tij para oficerëve të policisë së Shkodrës 38 vjeçari Enea Busukja, të cilit ju bë atentat të martën në lagjen Docmazi. Sipas deklarimit të tij, shpërthimi ndodhi kur ndezi automjetin. Sapo dola nga banesa dhe isha duke hipur në makinën e punës që kam. Në ato momente shpërtheu lënda eksplozive që ishte vendosur tek motori afër makinës time. Fillimisht nuk e kam kuptuar se çfarë ndodhi. Kam dalë nga automjeti dhe kam qëndruar derisa erdhi policia dhe një ambulancë. Unë nuk e kam as iden më të vogël se pse ndodhi ky atentat. Ju them me bindje se në mënyrë kategorike nuk kam asnjë problem me askënd. Ndaj, nuk kam asnjë ide se kush mund të jenë autorët apo pse ndodhi kjo ngjarje. Ndërkohë, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për t'u marrë në pyetje, por ende nuk ka të dhëna për autorët e vendosjes së eksplozivit. Grupi hetimor ka sekuestruar provat e gjetura në vendin e ngjarjes, ndërsa po analizohen edhe pamjet filmike të kamerave të sigurisë në zonë dhe në akset hyrëse të qytetit. Hetuesit po përpiqen të rindërtojnë itinerarin e autorëve, të cilët dyshohet se janë larguar drejt fshatit Dragoç, ku u gjet e djegur makina e përdorur në atentat. Mjeti po ekzaminohet me imtësi në laboratorin e policisë, me shpresën se mund të gjenden gjurmë apo prova materiale që do të ndihmojnë në identifikimin e autorëve.